Vetëm pa emra. Në takimin e liderëve, Kurti, zoti Hamza, janë propozu emra nga ona jonë. Dhe në atë takim, zoti Hamza ka kërku nga zoti Kurti diçka interesante. Mbështetje a priori pa dhënë asnjë emër. Sepse nuk ju beson. Kjo është absurde ta shohim. A ke qatë vetë bre, të lutëm veç për me spjegu që punën e absurditetit. Si pas për të kësë pëse nuk i besën që i ka lypë kandidatit dhe kontrë kandidatit. Kandidatin pa e ditë. A dhe po diskutojmë. Po diskutojmë. Spjegimi i Vlora ka qenë në një emision, ka thonë na kena lypë të drejtë. 175. Dhe kemi kërku 2 emra. Unë po vlas fare sinqerisht. Pse 2 emra? Do më ta thonë me një fjalë. Se nuk i besojmë zotit Kurti. Nuk i besojmë. Sa i tjep në shkrivet për njërin, ku shkon seancë e voton tjetrin. Nuk i besojmë. Akoma sinqerisht se kaq, nuk i besojmë. E treta, tjetra, nëse një parti... Nëse jenë me premisa... Qështu politike, ju benon që s'ka besim politike, s'ka fjalla, më në që ka. Të në mos fjallën publike që jep. Fjallën publike po, por ju si kene qenë të interesu për marrëveshje. Nëse një parti po kërkon me i shit moral opozitës tonë kushtimesh, me thonë reni së është obligim e kështu, çdo kush shoqëri ka drejt me kthy me po historikun politik të kësaj partie. Po ardhen. E sqaron këtë punën e 2 emrave tash. Jo, mirë, po vetëm se po thot pse. Sepse i ka lypë dhe nuk ju besojnë. Po pse si jep emra ti? Po sepse nuk keqe, ti po diskuton. Se po thonë nuk dojmë me Republikën e Kosovës, edhe ai marr seancën e zgjedhjes veç me dalë letër mi lexu edhe Antoni. Jo, po thonë si na pajtu për parimet, edhe nuk dojmë me djeg njerëz. Nuk dojmë me qit një njeri si Andinin, mi thonë dojmë të bëj president, në fund jo se s'pa pajtohen ata. Atëherë imagjino domethënë për emra po të tregoj çush po thonë ata. Se s'më bëni marrëveshje para prake për ne. Se u ngritën disa para se me shku seancë, me bëni marrëveshje. Kena lyp na dhe hiç par punat e dekretit. Nuk ka 2 emra, në fakt marrëveshja bëhet për 1 emër. Nëse bëhet për 2, ha me drejtë atë marrëveshje. Unë besoj që ka qenë ofertë për mos tu pranu, nuk ka qenë ofertë për me bëj zgjidhje, por Pse ka qenë ofertë për mos të pranu? Sepse oferta ka pas logjik. Ta thonë në logjikën se ka qenë Gruda edhe në atë emisionin Normalit edhe këtu ka përmend, ka saktu. Ka thonë cilin e emisionin Normalit. Edhe ku kam qenë unë prezent me Grudën. Gruda thotë, ne kemi qenë të gatshëm edhe nuk kemi propozuar, nuk ka qenë ideja jonë gjithsesi me shku me emra partijak, por me shku me emra që mund me llogarit konsensual. Edhe këtë qa kemi kërku nga lëvizja vetëvendose, ka dishmërin që propozimi me ardhë prej PDK-s. Edhe jo mi diskutu veç 2 emra të fundit, po ka thonë kemi qenë të gatshëm me propozu disa emra në takime, me diskutu me zotin Kurti, me vetëvendosin, edhe me gjetë kompromisin për një emrin cili ka mu bo president, edhe emrin tjetër që ka me qu lëvizja PDK-ja si 2 emra shkakuj i ati mos besimit në raport me lëvizja vetëvendose se mundet në fund. Përgjithësia i takon vetëvendosjes edhe shkaku që është partia më e madhe, ka përgjegjësinë më të madhe, ka fitu besimin e qytetarëve.